Kipron greke tani, nga Kipro turke, dhe dolën edhe këtu shqiptar. Një shqiptar I plot dhe një gjysmë shqiptare. Shive, si ke emrin? Daniel. Daniel, nga je? Jam nga Thethi I Shkodrës. Nga Thethi I Shkodrës. Ku ke lind? Kam lind Mikono, Greqi. Ke lind Mikono? Kam lind Mikono, Greqi. Edhe tani më the që do kthehesh në Shqipëri? Po kthehem tash, duhet më kthy me. Po e ke seriozisht kthymen? Po, e kam seriozisht për investimeve, gjana më plota. Shiheni tani dhe mrekullinë e Danielit. Hi. What is your name? Nora. Nora, you have been in Albania Yes, of course. and you love Theth? I love it. Yes. Nora pëlqen Thethin, edhe unë vdes për Thethin, po Danieli dhe Nora kanë vendosur të hapin hotel në Theth. You want to open a hotel in Theth or hotel is on the way? Hotel is already there. I'm opening a small shop there. And you stay in there during the summer? Yes. Edhe ti Daniel, Po edhe unë, hoteli është në mal edhe ka shumë kena restoran. Nga deti nga Mikono unë gjithë në mal. Në mal, po, sigurisht. Na kapëm pak edhe të papërgatitur se nuk e kisha mikrofonin, po ja që të gjejnë shqiptarët gjithandej.